Epstein. Po çfarë është publikuar nga kjo dosja Epstein ditët e fundit dhe pse po shkakton kjo tronditje të publikut e të politikës amerikane? Pra, Departamenti i Drejtësisë i SHBA-s dhe gjykatat federale kanë publikuar një sasi të madhe materialesh nga dosja Jeffrey Epstein, duke kthyer në vëmendje një nga skandalet më të errëta të dekadave të fundit në SHBA, në lidhje me përgjegjësitë institucionale dhe rolin e elitave në manipulimin e autoriteteve policore lokale, prokurorive lokale dhe atyre federale. Në publikimin e Departamentit të Drejtësisë janë qindra faqe dokumente, emaile, lista udhëtimesh, fotografi, ku evidentohen kontakte dhe udhëtime dhe komunikime mes Epstein dhe figurave të njohur të politikës, biznesit dhe botës së famshme. Mes emrave të përmendur në dokumenta apo foto arkivuare janë aq shumë saqë kanë shkaktuar shumë reagime në opinionin publik. Janë fotot e presidentit amerikan Donald Trump, ish presidentit Bill Clinton, figura globale të biznesit, Bill Gates, aristokraci, princi anglis, këngëtar i ndjerit Michael Jackson, financier, aktor të famshëm dhe personalitete të tjera ndërkombëtare. Ajo çfarë deri tani Departamenti i Drejtësisë ka theksuar disa herë është fakti se përmendja e emrave dhe publikimi i fotove të ndryshme nuk përbën akuzë penale, por kjo ka irrituar një pjesë të shoqërisë, të cilët kanë lëshuar lum akuzash dhe kërkuar ndjekje penale për gjithë ata që shfaqen në foto, dokumenta apo shkresa. Fotot që më shumë kanë shkaktuar zhurmë janë fotot që po shikoni të ish presidentit Clinton, që janë të shumta, si në pishinë, në shoqërimin e vajzave të reja, duke bërë masazh, udhëtime në avion, shumë takime të ndryshme. Foto janë të shumtë, në mesin e tyre është kjo që duken vajzat e reja të moshës 14 dhe 17 vjeçare, fotot në dhomën e rezidencës së Epstein e shumë festa të përbashkëta. Vetë ish presidenti Clinton ka reaguar për këto publikime duke shprehur indignaten se janë selektive nga Departamenti i Drejtësisë. Dhe saj kishte ndërprerë marrëdhëniet me pedofilin Epstein që në vitin 2005, kur dolën akuzat në publik. Por ai ironizon faktin se disa persona, duke referuar presidentit aktual Trump, e kanë vazhduar marrëdhënien me pedofilin Epstein edhe pas këtyre denoncimeve të vitit 2005. Debatave, akuza e reagimeve në media nuk i kanë shpëtuar as fotografitë e presidentit Donald Trump, që nuk janë të pakta. Në shumë prej tyre është i shoqëruar me pedofilin Epstein ndër vite. Foto me vajza të reja, disa prej tyre që kanë denoncuar Jeffrey Epstein për abuzim seksual, të cilat po i shikoni. Apo dhe takime në evente të ndryshme ku nuk mungon edhe Melania Trump, sot bashkëshortja e presidentit, siç duket në këtë foto, dikur një modele. Fotot janë ndër viteve të ndryshme, të viteve 90 deri vonë, të festa publike e private, me vajza të reja dhe që mendohet se edhe presidenti Trump ka abuzuar me këto fëmijë, por nuk ka të dhëna zyrtare deri tani